Gëzuar se nuk na dojgjim fare. Nuk kam fjallë, kam veç notë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm në të gjithë Shqipërinë dhe shqiptarinë, sepse sikur se e them gjithmonë, duhet falenderoj gjithë ata që na ndjekin ndërmjet YouTube-it dhe rrjeteve sociale në diasporë. Rreth 25% e audiencës tonë janë jashtë, për Shqipëri, Itali, Greqi, Amerikë, 6% e audiencës tonë janë Amerikë. I përshëndesim gjithë që jetojnë në Amerikë. Dhe sigurisht të gjithë ata që jetojnë në Shqipëri, mos harroni të na bëni subscribe në kanalin ton Flak Fare ose follow në YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Tinder. Bishe shumë. Okej, sot kemi një personazh i cili në fakt është një fenomen për sa i përket muzikës qytetare vlonjatas ose popullore. Këtu ndahen njerëzit pastaj si e quajnë. Unë e quaj muzikë qytetare vlonjatase, edhe pse ka nuanca folklu. Mirë tash? E tha shumë mirë. E tha shumë mirë. Konfirmova, por nuk do të them kush është i ftuari akoma. Është një personazh në fakt i cili ka, të paktën sipas observimeve dhe analizave tona të detajuara ndërmjet ndërhyrjes së Jonit, rreth 100 milion klikime, views, se klikime është tjetër gjë, views në YouTube. Në kanalin e tij personal ka rreth 80 milion, pas apo ti shtosh dhe tjera, bëhen të rreth 100, mbase edhe më shumë se 100, mund të jem gabim diku, por është një fenomen praktikisht i bie për sa i përket kësaj muzike. Sigurisht unë e simpatizoj jashtëzakonisht shumë këngë të tij janë shumë virale, themi, ose shumë të pëlqyera. Baba të Rosh Samalet për shembull është një prej tyre, Rosh Samalet. Po, thot prapë i ftuari, po nuk e prezantojmë se kush është një mister akoma, edhe pse është titulli. Apo Po tjetër. Sa po e the? Qartë. Nuk do të zgjatem më, Renato Jao në Flak Fare, faleminderit shumë që je këtu. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, është një gjë e bukur dhe mezi e kisha pritur. Përshëndetje gjithëve. Ja, shef si është njeriu pozitiv. Në fakt, Renato në di që për këngëtarët në fakt është pak sfiduese që të marrin pjesë në këtë sfidë, sepse disa thonë që për shembull mund të bezdisë tek zëri, po di që kjo është një periudhë që ju jeni çik më të lirshëm. Ne kemi komunikuar bashkë më herët, më the Rut kam shumë qejf të vi, po jemi full dhe kuptova se në ver ju jemi goxha më të lirshëm tashmë. Tashmë jeni më të lirshëm. E para një herë dhe më e rëndësishmja, si je Renato? Faleminderit, jam shumë mirë. Po ti si je? Ua, herë parë që më pyet një ftuar, jam shumë mirë. S'ka problem, Jam shumë mirë, kjo mirësjellje. Herë parë që më pyet jam shumë mirë, vëlla. Unë e kthej çdo gjë që më japin. Shiko, salca nuk e ka merak, djegjen pastaj nuk e di ato ma. Varet si reagojnë. Nëse ti do të më shoqërosh me këto, pastaj unë do të shoqëroj. Unë i kam marrë masat sot, se e di pse se nuk kam ngrënë tër ditën që ta ndjesa më pak atë. Mrekulli. Unë do të shoqëroj, shumë mirë. Unë do të shoqëroj tek çdo salc, do t'i ham të gjitha bashkë, kështu që se sa do na djegi secilit, kjo pastaj varet nga fuqi më të mëdha, apo jo Franci. Edhe Franci është një fan jot. Kështu që formati është shkojmë nga më pak Franco. Thuaj tani që e vë dhe muzikën Borshi, se ne jemi nga Borshi. Ne jemi nga Borshi dhe në Borsh dëgjojmë shumë. Po s'ndaloni asnjëri kur vini në Vlorë. Kush nuk ndalon në Vlorë? Do të nuk më keni marrë në telefon kur keni në Vlorë. S'të kemi pas numrin. Ignorim. Ignorim është? Do me thënë, po të doja vërtet dhe kësha gjë. Ashtu da. Herës tjetër do ta marr, edhe pse s'do ma hapi. Formati është i thjeshtë. Do të kthej borxhin? Jo, unë kthej borxhin, po jo. Jo, unë e di që je shumë djalë parimor. Kjo është e sigurt. Nga më pak djegse te shumë djegse është e gjithë idea. Deri më sot në 28 ftuar që kemi pas, vetëm njëri nuk e ka çuar deri në fund. Stefi nga Korça. Vlonjat që mos ta çoj deri në fund nuk ka, kështu që megjithatë je i lirë, domethënë që të futesh te listë zezë. Nuk besoj se do. Atëherë, ta nisim direkt me bujrumin salsën e parë? Si thua? Kap çat duash domethënë. 1 2 3. Okej. Morion, Gëzuar. Gëzuar të bëftë mirë.
Ore, si s'kam asgjë për të pirun. Se mirë ky do torturohet, po unë. Publicitet nuk ka fare, për shumë që duam pim na gjënim. Ka more, si s'ka publicitet. Futemi publicitet. Jo, nuk, do me thënë kur të duash, se ne jemi live, e ke parasysh kur duash e ndërpresim. Megjithatë, ta nisim direkt në këto pyetjet klasike të një emisioni pas dite, se realisht më interesojnë dhe edhe një pjesë të publikut më intereson. Flasim vetë për fillimin fare, do me thënë ti kur e ke nisur me këtë, ose saktë artikuloj kështu, kur e ke kuptuar që ti mund të këndosh? Okej. Unë kam kënduar që në festival të fëmijëve, kam qenë shumë i vogël, do të kem qenë rreth moshës 6 vjeç, 7 vjeç, diçka e tillë. Por që bëj këtë muzikë që bëj sot, domethënë folk popullore, kam qesh prej 2012-s ndoshta, apo 2012-s. 2012 e bie 13 vjet që... Çfarë moshe je ti, zotëri? 13, gati 14. Gati 14. Unë jam 32 për pak ditë i la. Dhe nëntor, çfarë shenjë jeti për gjithë ata që besojnë të horoskopi? Nuk beson ti personalisht. Unë jam akrep. Akrepi, Unë besoj të çdo gjë që duhet jetë e besueshme. Do të thotë të çdo gjë që duhet jetë për të besuar. Dhe i bie që beson horoskop. Për këto horoskopet jam çik skeptik. Për këtë shenjë e horoskopit jam çik kurioz, më shumë jo se. Je kurioz. Jo se i besoj shumë. Po, megjithëse jemi unë nuk bëj kur. Kuriozitetin ashtu gjithmonë për këto gjëra të shumë. Unë s'bëj kur biseda horoskopi mbasi është herë e parë në të gjithë flakfare, po a mendon se e pak akrep për shembull si natyrë? Se di këtë, se kisha menduar ndonjëherë me thënë drejtën, po mendoj se. Nuk e di si janë akrepat. Po, jo, e di unë si janë akrepat. Si janë, di që si janë akrepat. Është një nga gjallësat që më pëlqen më shumë. Akrepi dhe e di se si janë. Filloj klasike e Vlonjatit. Jo, sinqerisht. Kafsha që më pëlqen për shtëpiake është një aligator. Nuk, mirë, në rregull. I ke qef akrepat? Po edhe ajo më pëlqen. Është Vlonjat, nuk është keq. Është Vlonjat. Jo. Çfarë të pëlqen te akrepi? Çfarë? Sepse është shumë i vendosur. Është një nga, domethënë, unë ndjek shpesh këto emisionet me këto dokumentare me kafsh, me këto, dhe shoh gjithmonë, domethënë që Merimangën nuk besoj se mund të ketë diçka që mund ta haj. I vetmi ish akrepi. Pra të pëlqen fataliteti le të themi akrepit. Po. Mrekulli. Je. Pse kisha menduar kështu. Edhe vajza ime është akrepi në fakt. Uroj që të jetë kështu e suksesshme edhe ajo në profesionin e saj, siç e ti për shembull në. Sa vjeç është? E voçkëlisht s'ka mbush vitin. Mashallah. Po kështu nëntor ka lind. Qesh dhe Joni se ka dhe Joni një fëmijë të vogël tani. Po me sa di unë do të pyes. Unë kam një fëmijë të vogël. Ja, shef. Ke një vajzë rreth 3 vjeç apo jo? Se e dia që do më pyesë, kështu që më mirë po do. Më mirë thuaj vet. Ke një vajzë 3 vjeç. Kam një vajzë 3 vjeçe. Jam i çmendur mbas. Nuk e mendoja kur. Domethënë nuk e mendoja që dashuria për njëri do arrinte kaq shumë. Pse nuk e ke dash nusen pa aq shumë? Absolutisht. Por sa korrekt që është si partner. Është korrekt si partner. Kur si fëmijën. A nuk e do fëmijën? Kur si fëmijën, jo se nuk e do. E pranon ajo për shembull, e di, domethënë. Po që edhe unë e pranoj që ajo nuk më do më shumë se fëmijën e saj, që është. Jo, ajo është më se normale. Domethënë asnjë nën nuk mundoj asnjëri tjetër përveç fëmijës. As babai. E keni ndarë këtë si muhabet, është fëmija. Jo, e kemi sqaruar, Jo, unë dua gruan time para, pastaj nuk e ndjek ndërvizën, kështu që fëmija nuk ka, nuk është. Ta pas ka pilë unë. Jo, fare për të ka pilë unë. Shkojmë tek e dyta se më muftohesh, si u ndjeve me të parën? Ishte dënim ky tani, shkojmë tek e dyta që fola unë. Si u ndjeve me të parën? U kënaqa. Nuk je okej. Vlla, mua më ka marrë uria dhe do t'i jashtë. Jepi. Ja, po lyej unë para te. Shiko, kështu thonë që të gjithë me çka kanë parë unë kur kanë ardhur këtu, po te fundi më mirë se dogji çik domet. Po kështu mund të Çfarë? Azi. Çfarë të duash mund të bësh, domethënë një i lirshëm është podcast. Juve u duket e lehtë. Jo, nuk është aq e lehtë, domethënë kam shumë shok që thonë që është e lehtë. Edhe ideal thoshte që unë ha spec djegës edhe me mëngjes, me cornflakes ta, por që Po si ishe mundur që kjo ishte më djegë si nga kjo? Sepse tek e para, kupton, je i papargatitur fare, nuk e ngrënë, të ka dhënë një efekt e para dhe tek e dyta je. Po, okay. Është si tek e dytë
alkoolit, po themi, ju nuk e ndjen apo jo. Mbush na një me që se... Do? Jo. Nuk pi. Mërshme. Gjithsesi, për sa i përket Kur të pastaj. vish në Vlorë do pim. Çfarë do pim? Raki. Raki pi Vlora. Po patjetër raki. Vetëm raki. Gjithë lavëria pi raki. E vërtet është edhe ne pim. Do këndojmë. Po mirë pas edhe ty zonë labriste. Edhe mua labëri, mu bregdeti gjithë labëri, nuk ka. Edhe Francit i labje, që ta dish, se thonë që bregdetas nuk janë lebër. Kush e lebër? Ka njerëz që pretendojnë, që thonë lebrit janë një gjë dhe bregdetas janë një gjë tjetër. Po mirë, bregdetasit nga krau i Rivierës. Po. Okej. Mendon se vlen? Unë mendoj se po vlen. Vlen. Janë lebër domethënë. Janë lebër. Jo, domethënë vlen që janë lebër, jo që vlen që nuk janë. Ah, okay, pra janë lebër. Janë lebër Po. Se ndoshta u e trashëm. Se Himariotët për shembull. Thonë që jo. Janë, ë? Ashtu është majtur mos e kryeqendër labërie është majt Himara, nuk e di pse. Nuk e di, sinqerisht unë shkova në koncert në Njerë ma thua njerëz. në Himar, po? Në Pilur, edhe Ndaksi, perime. Himara me Pilur janë, Piluriotët janë vërtet. Himariotët pastaj pretendojnë. Sa më nga gjë, shkoçara kimi. Perimen era file. Jo. Shkova sinqerisht dhe jam kënaqur shumë, domethënë më është dukur tamam një pjesë e labërisë. Edhe më Piluri? Po, më absolutisht. Absolutisht. Po apo jo? Absolutisht po, ore më rrau. Sepse më pritën frikë më përgjigj. Unë as nuk kam pirë. Llogaritë, pse ju e keni me sherrlla? E valla. No. Po pikemi çaj në Vlorë domethënë. Dhe sinqerisht më pritën bukur. Ishin shumë njerëz të mirë. Piluriotët. Po. Piluriotët janë mirë, po mos ti cingrisësh thot në ju. Po mos ti ngacmosh domethënë, piluriotët janë shumë lebrit të rësi, janë shumë të qetë. Vetëm që keq kuptojnë thjesht, shumë lehtë domethënë. Gjithsesi, flasim për ty. Jo, realisht e ka. Flasim për ty. Fillimet e tua thej që ke nisur duke marrë pjesë në festivale. Kush e zbuloi këtë aftësinë për të kënduar? Thjesht këndoje se kishe qejf, riprodhoje, imitoje, çfarë shikoje, si ishte historia? Mendoj se të gjithë fëmijët kur kanë qenë për të zbuluar diçka, ua kanë zbuluar prindrit. Kur janë i moshë të vogël. Pastaj më mbrapa normalisht unë ndoqa me kurse, në shkollë nuk kam qenë në shkollë muzike, nuk kam bërë shkollë muzike, kam bërë shkollë përgjithshme, kam bërë universitet përgjithshëm. Kurse në shkollë muzike jo nuk kam qenë. Kam bërë kurse pafund. Okej. Dhe kjo mendoj se është eksperienca më e mirë, të paktën për muzikën që na bëjmë. Ore, nga jeti? Ka një lloj suspens, kështu nuk ti e përgjigjet kështu, ka një. Jo, unë e kam për nder fshati im. Jo. Suspense në sensin e të thuash në lënë pritje. Unë e kam për nder, nuk se lënë pritje se kam ndonjë gjë, po. Atëherë unë jam nga Veçdanishti i Vlorës, kështu quhet, origjinën e babait, po, kështu quhet. Kurse do të them edhe nga jam nip. Po, nip, nga mamaja. Po pra, nip, jam nip në Peshkëpi të Vlorës. Në Peshkëpi? Po. Okej, Peshkëpia është pjesë e lumit më duket, lumi i Vlorës? Jo? Për të kaluar në të gjithë zonën e Labërisë, për sa i përket Vlorës po flasim. Qartë? Duhet kalosh një në Peshkëpi. Po pra, është para kotës, po thënë? Po. Është para kotës. Mirë, e kanë fiksuar jam. Aty ndahen të gjitha rrugët që shkon në Labëri. Të gjitha rrugët çojnë në Peshkëpi. Të gjitha rrugët po, është e vërtet. Okej. Si e the të parën që unë se di se Peshkëpinë e njoh. Si e the? Të parin nga babai? Veçdanishti. Veçdanishti. Veçdanishti ku i bie që se di unë? Është një fshat sipër Peshkëpisë. Prap aty. Aty po. Okej, do të thënë pjesë e lumit Vlorës po themi. Po. Pas Vlorës po themi, pas okej. Mbase prandaj dhe tradita për muzikën ose qefi për muzikën polifonike, po se ti këndon dhe polifonike ke qef. Fshati jon ka pasur një grup shumë të bukur, shumë të mirë. Të iso polifonisë. Është me emër, të paktën në Labëri kuptohet. Por kanë marrë pjesë dhe në për festivale jashtë vendi, domethënë në këto festivalet folklorike që bëheshin. Po, është me vërtet ka qenë me shumë emër. Dakor, tek e treta. Faleminderit. Shef. Nuk bëhet fjalë. Kjo është një arçike e çuditshme kjo. Jo, shumë e mirë. E di. Janë speca Alepano, janë shumë mirë japonez, shumë çishëm. Okej.
Ndërkohë që i ftuari mushqet, mos të harroj të falenderoj sponsorat e mi sepse Joni është i shqetësuar. Argjendari Donaldo që ndodhet gjithmonë përduruar për të ftuarit e mi. Go Plus, mos harroni lojën Go Plus, ja po e hap direkt online. Gëzuar, mëra me shi kështu pa sheqer kjo. Është kjo misteri e Go Plusit. E merrni dhe nuk e dini çfarë ju pret. Kjo është e bukur, si në Shqipëri. Zgjohesh dhe nuk e di çfarë të pret. Mos harroni lojën Go Plus kurse thash, mjafton të grumbulloni këto të kanaçeve, futeni tek loja Go Plus online, aty merrni pjesë në shortet dhe mund të fitoni një avatar, makinë avatar dysh, e cila mund të vlej rreth 55.000 euro me sa kam informacion. Sallamet tona që ndodhen gjithmonë pranë familjes shqiptare, me shije të ndryshme, me produkte të ndryshme, viç, pul, derë për të gjitha shijet, Codigo Tequila dhe sigurisht Jute që vjen me ofertat mrekullueshme dhe sigurisht mos harroni të klikoni aplikacionin Majute, i cili aplikacion ka bashkëpunime me kompani të ndryshme dhe mund të fitoni nga 3.000 deri në 5.000 lekë. Thënë e gjitha kjo rikthehemi prapë tek i ftuari. Tani ti ke jetuar që 0 vjeç, ke lindur në Vlorë deri... nuk ke lindur në Vlorë? Jo, nuk kam lindur në Vlorë. Ke lindur në fshat? Po. Kur keni shkuar në Vlorë? Unë kam lindur në Selenicë të Vlorës. Çaj histori labrie vllai, pas ke marrë gjitha dozat nga e fshatrave të labrisë. Po, sepse ka qenë shumë e zhvilluar zona. E Selenicës. Sinqerisht, e gjithë zona e labrisë ka qenë shumë e zhvilluar. Dhe 92 ke lindur. kemi jetuar, domethënë që derisa isha unë 4 vjeç, 4 vjeç emigruam prindrit në Greqi, domethënë shkuam në Greqi. Pas ke shkuar edhe ti? Po, ndonjëm kam shkuar edhe më vonë, domethënë që kam jetuar ca kohë, por ndonjëm shumë pak atëre sepse na u desh të ktheheshim në Shqipëri për gjithmonë pastaj. Dhe kur isha 6 vjeç gjysmë ndoshta, kur erdhëm nga Greqia, erdhëm direkt në Vlorë. Edhe vazhdojmë jetën aty, të lumtur, me familjen time. Kujt ja ke marrë talentin për të kënduar? Babit. Këndon dhe ai? Po. Edhe dajo të këndojnë. I paske nga 2 anët. Po, por babit... Babi këndon shumë? Babi është... E ka menduar ndonjëherë të këndoj, ose për shembull të bëni diçka bashkë? Jo. Edhe kur ja kam thënë, më ka thënë jo. Nuk ka qef të dali? Jam i lumtur për ty dhe dua të shoh ty. Ma ka thënë me të vërtetë kështu. Ashtu? Me muzikën popullore, pse? Domethënë, ti e kupton që ke zë, për shembull, po pse pikërisht ajo lloj muzike, po themi, ose qytetare, domethënë se kjo është që ke vështirë për të përcaktuar. Ca thonë që kjo që këndon ti nuk është qytetare, ca thonë që kjo është qytetare, nuk është popullore. Çfarë është? Se di, ndoshta kur shkova për herë të parë, domethënë mendoj se më përshtatej më shumë kjo muzikë. Kur kam shkuar që kam bërë provë në 2012-ën tek Adila. Tek Adila? Po. Okej. Unë albumin tim të parë kam me Adila. Okej. Kur kam shkuar që kam bërë që më ka provuar për herë të parë, atëherë i provova të dyja zhanrat dhe muzikë lehtë. Okej, qëndron dhe te muzikë lehtë patjetër. Unë e këndoj dhe muzikën e lehtë. Nga më shumë. Je më shumë te popullore. Por më shumë më përshtatej kënga popullore sepse ndoshta kam edhe theksin. Po mbase ke edhe karakterin çik më shumë tek. Po theksin karakterin. Theksi karakter është. E qartë. Na humbi ritmi i provimit. Më thash se harrove ti. Sa i përmend çmçie? Jam. Jo. Mos na harro të lutem. Nëse ti tani ke krijuar një tolerancë këto, ose ndjesh gjë. A ke provuar të këndosh zhanre të tjerë për shembull? Po provon një herë, thot prit do ndjeki kjo, po eksperiment. Fare. Nuk do dëgjoj fare apo nuk e provuar zhanre të tjerë? Po i sfidoj. Jo, ata kanë provuar. Ke provuar? Po them që nuk më dëgjoj fare. Jo, dakor. E kuptoj se janë këto 3-4. Flasim mbas pak. Po kam provuar. Faleminderit shumë. Vetëm ty të lejo të pish kështu? Mund të pish e ti. Jo vetëm. Është e hapur çdo gjë. Çdo gjë është e hapur. Unë duhet fitoj që të pi? Jo, ore fare, ti e meriton që kur erdhe. Çfarë mund të pi unë? Çfarë do ti? Për shembull. Mund pish Codigo, mund pish Codigon e verdh. Do që Codigo të verdh? Mund të më servirësh çfarë të duash përveç se
Unë nuk pi energjike. Po, more, absolutisht, Joni, të lutem, Sofi! I ftuar ju tha. Hajde, more, po. Vetëm jo gjëra djegse. Kjo s'është djegse, kjo është farse. Hajde gëzuar mirë se më erdhe. Mirë se gjeta, gëzuar gjithve. Oho, gëzuar. Rofsh që na mblodhe. Faleminderit shumë që më erdhe një. Unë i thash i shkreti që në fillim se mos thonë që borshotët se ne jemi mikpritës shumë, dhe. Mbase me mikpritësit gjithë që shikon të Pelensi, o zoti ma. Kjo shumë, po mua pse modhe më shumë zati. Jo, sa po e ktheva? Po. Ure, sa skolastik që je morbur, kupton, është vështirë me pas. Ure, se kuela? Kuela, me lam tek zhanret muzikore, sigurisht te që dëgjon zhanre të tjerë? Sigurisht. Dëgjon. Çfarë dëgjon për shembull? Unë gjoj tërë ditën Celine Dionin. Ama mos ja fut kot tani. Nëse ka një këngëtare, nëse ka një O, mua kjo është surprizë. Nëse të betohem. Seriozisht dëgjon? Po, nëse Endo. Po. Apo s'është, jo, s'është Celine Dion kjo. A kjo është? Mund ta kapësh vlonjaçë atë pësh? Po, varet. Kur të vemi tek eteta. We'll always. Dakor, dëgjon Celine Dion, kjo është e vërtet surprizë. Në Vlorë do ta këndonin ndryshe, do ta këndonin ja të mendoj diçka. Kjo është e bukur, ha? Po. Të vlonjatizosh një këngë Celine Dionit është e papar. Qeç vetë e dita. Pra, është You're here and nothing of it. Po. E kap edhe këtë. Po, sepse Jene gjene të... Pra, anglisht e që ke vështirë që të... Po, që të kthehet në popullore mojnë na ime, e kështu të tjera. Po d'ishte një këngë shqiptare mund ta bëja popullore, po që... Shko, ti je shumë i suksesshëm në atë që bën. Edhe pikërisht ne përmendëm në fillim të emisionit që ti ke 100 milion views, po themi ose shikime, gjë që nuk është pak për një zhanër specifik, ti nuk, me thënë, absolutisht që edhe Veriu dëgjon muzikë popullore të jugut. Edhe neve dëgjojmë patjetër. Absolutisht dhe ne dëgjojmë të Veriu, nuk diskutojmë. Bilet edhe këndojmë nga pak. Po, këndon dhe pak. Po. Mos ja fut kot. Po. Këndon pak Veriu? Sigurisht. Ata kanë tjetër stil komplet. Po mirë, dakor, dhe ne kemi stil tjetër komplet, po se nuk mund të këndojmë dot një këngë. Mora fjalë. Ata kanë çikundor apo jo? Si? Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me thurkan. E ka një zë. Me thurkan bas legendarit, ti këndoj madem jasharit, ti këndoj. Si na hoj. Tash sa vjet se shepre kazin dhe reçakun. Tash sa vjet se shedrenicën. Tash sa vjet dhe Mitrovicën. Tash sa vjet. Mo, keni parë kështu mo? A keni parë vlonjat që ta kapi? Urdhro. Ka. Vlonjatët i bëjnë të gjitha, pra kështë. Ma more nga goja, vlonjatët i bëjnë të gjitha. E bukur ishte, nuk e prisja në fakt. Shiko, gjithë këngëtarët e Vlorës janë shumë të mirë. E shi filloj tani e për gjithet. Jo, zoti madhja, kjo këtu është ajo paslik. Të po prisja të bëje. Këtu fillon gropa. Të gjithë dhe... Ja, e shikon çfarë bën ama? Gropa madhe rëzon mikrofonin. E çoja dhe vetë, po faleminderit. Këto të mos e prinë montasht, vetëm të shikojnë fytyrën Mos e prinë, nuk ka problem. Njerëzit janë kurios, ta dinë kush je ti. Tash mos e pri që bëri gabim Renatua. Jo, more. Mos e pri, nuk ka problem. I presin këto se ka frika ai mos dalin në ekran. Hajde more shiko. Vlonjati u theq vetë. Ku jemi? O vlla, të lutem sillni të bëjmë një shenjë këtu se do ma kthejmë mbrapa këtu e s'kam ndërmend që ta. Jo, të keqen vllai. Nuk të kthej, unë jam fair. Pra dëgjon Celine Dion, dëgjon 3 Doors Down. Të paça. Raki duhet na këshë sjell. Nuk e dija që pi raki mor për të keqen vllai. Jo, nuk e dija që nuk kishe, se do ta kisha sjellun. Lë more, nuk e lë, as bjerin tok. E nisa unë i shkreti për të folur për sa i përket impaktit që ke, ndërmjet klikimeve të shumta që ke. Do që qika? Filloj. Të nderuar teleshikues, sa po filluam? Tha, tani bëhet qik më djekse. Dhe po thoja unë prap, që
Fakti që të kanë ndjekur të paktën, flas vetëm për YouTube-in, se sigurisht llogaritë pastaj rrjete sociale të tjera, TikTok-un, Instagramin, Facebook-un e tjera, llogaritë sa shumë njerëz mund të kenë parë sa shumë shikime. Si ndjesh me këtë famë, si të ka tjetërsuar si njeri? Nuk më ka tjetërsuar. Unë jam ai që kam qenë dhe jam i sigur që do jem po ky që jam. E njoh veten time shumë mirë dhe nuk mendoj se do më bëj ndonjë ndryshim. Qartë. Okej. Jam shumë i lumtur që kam arritur deri këtu, jam falenderues shumë ndaj Zotit, jam falenderues shumë ndaj njerëzve që më ndjekin, por kjo nuk do të thotë që neve nuk mund të jemi me këmbë në tokë. Nuk mund të na ndryshoj kurse si karakteri. E kush është karakteri jot në sensin çfarë vlerëson më shumë tek vetja? Cilat janë gjërat e mira të tuat që nuk do doje që ti Unë dua t'i vlerësoj njerëzit, jo unë. Nuk mund t'i flas dot unë, mendoj. Po njerëzit çfarë kanë vlerësuar? Që të paktën njerëzit thonë që Unë jam shumë i thjeshtë, jam shumë i dashur me njerëzit. Okej, thjeshtësia, Po. E dua këtë gjë të vetja. Po të keqe E dua çfarë ke? sepse është gjëja më e mirë që jam nevrik. Je nevrik? Nuk është çdo vlonjat edhe. Jam nevrik. Okej, është. Nëse do më thoj që si jam nevrik, do ishte e keqe sepse i bie do gënjej, do ishte gënjeshtar. Po një vlonjat kanë një lloj temperamenti. Jo, jam nevrik. Je nevrik, ë? Po. Të gjithë njerëzit mund të bëhen nevrik, ë? Bëhesh për më pak, ti merr shpejt. O vlla. Jam Qartë nevrik. kuptoj. Si të ta them ndryshe më vlla. Mori, dakor. Nuk po e ngacmoj më shumë. Shkojmë tek e gjashta, ta nxejmë çik situatën tani. Po ishi mirë duke bërë muhabet. Do bëjmë. Këtu ishim apo jo? Aty te e gjashta, po aty. Okej. Oh. U trëm. Okej, po e. Vlonjat që trëmbet nuk e di. Nëse Nuk më Qa, ke lyra apo më bën... Jo, ka lyra. O Renato të ke qenë vllai, kush ta ka vënë emrin? Jo, për ty puti. Me atë rast, gjej mundësin të falenderoj Jonin. Dojë që kam. Forca e dragojt. Puthje e dragojt. Okej, mua emri ma ka vendosur halla ime. Halla të ka vendosur. Po. Dojë kjo. Dojë. Prit, do t'jap një mundësi. Para se shkojmë tek. Ta ka vendosur halla e morëm vesh atë gjë shumë mirë. Nga kjo salc e mbrapa, ti ke mundësi se djeg, mund të përdorësh qumshtin ose ujin, nëse ti je në gjendje, Silli një bidon 6 kilosh, 6 litrosh me ujë. silli tubin. Silli tubin. Shiko si është ideja. Ti mund ta përdorësh qofse unë do të them një fjalë, ti ke 5 sekonda kohë që të gjesh një këngë me atë fjalë dhe ta këndosh direkt. Ashtu ti ke mundësi për të përdorur. Këngë? Ore çfarë duash o Po si ta bësh 10 sekonda. Jo, 5 është ideja. 5, do me thënë... Fjala është Joni numëro dhe ti bën bip Joni, fjala është general. Nuk e di. U doq. Të thash bëj bip. Çoban të mbi general. Po seriozisht e ke kënduar, ka 580.000 views ajo këngë, jeni duke ngrënë për qefin tuaj. E po, nuk të lëmajo. Wow. Oh, shit. Po unë edhe thash general se dia që ishte shumë E pra, po më kujtonte diçka, po është ai momenti, ndaj thash 10 sekondë. Amano këndoje, vason prandaj e thash. Amano këndoje se do ta jap drejtën e pse se gjeten në kohë. Okej. Do më japsh drejtën? Po do ta jap drejtën. Sille çika të tubon e ujit. Jepi uj. Ku është uj? Jo, s'ka problem, lere. Shiko qa sedre, kjo është sedra vlonjate. Që janë ata që vinë poshtë, ca në këmbe, ca në kalë, si në Vlore dhe në Kotë, çobanët mbi general. Ha, duhet beja emrin. Dakor. S'ka gjë të falet. Duhet beja Ke emrin. vite që je larguar nga... Jo, ma, dhe kur isha, unë jam larguar 3 vjeqe, dhe me thënë. Ke vite që je larguar? Jam larguar 3 vjeqe dhe... Pak paske. Vedëm 35 vjetë largë. Yes. Vendindjes. Nëse s'do ishe këngëtar, çfarë do bëje?
E ke menduar ndonjëherë? Realisht nuk më këshim bën ndonjëherë të pyetjen dhe tani që po ma bën ti nuk e kisha menduar ndonjëherë. Unë se kuptoj pse e bën këtë pyetje në këto momente. Ke parë atë video? Është një video shumë E di, e kam parë. Aha. Nuk e di. Nuk e di. Por jam i sigurt që do t'ja dilja shumë mirë edhe në diçka tjetër. Unë jam shumë i vendosur kur bëj diçka. Okej. Pra jena aty. Mundohem se, do me thënë, ndonjëherë zgjedhjet dhe jeta është fat apo jo, patjetër. Ti mund jam e fat. Jam e fat? Jam e fat. Për çfarë më së shumti? Edhe për këtu ku kam arritur jam e fat. Prandaj edhe që parë thash që pak më parë, domethënë. Thash që falenderoj Zotin sepse neve pa i çik fat nuk bëhemi dot. Po sigurisht, po. Jeta do fat. Kështu që unë besoj edhe pak tek fati. Normalisht besoj tek puna që bëj, sepse unë punoj fort. Të pak të mundohem, por edhe fati ka të vendin e vet. Fat në sensin që ke zë? Fat në sensin që po sigurisht nga ishe në kushtet për ta zhvilluar atë zë? Unë nuk isha në kushtet për ta zhvilluar atë. Atëherë është puna. Po pra, por zëri është fat. Zëri është fat. Dhurat. Puna pastaj është. Kush është dhurata më e madhe që të çdo jetë? Kujdes çfarë do thuash se po. Po, do të thënë duaj që ta mendoj ta. Mendoj me qetësi. Ti bëj një artikulim të bukur. Dhurata më e rëndësishme që të çdo. Dhurata më e rëndësishme që më është dhënë është familja ime. Ke dhënë përgjigjen e duar. Okej? Pse? Patjetër përgjigje është familja, dhurata më e rëndësishme. Kurse për mua është sepse është në tërësi të gjithë gjës, por është edhe sepse ka qenë ndihma më e madhe që unë kam pasur që të arri këtu ku jam sot. Në çfarë forme, se ne dëgjojmë shpesh për shembull në të gjitha. Si një forcë, si ekonomikisht, si të gjitha. Të ka suportuar në çdo aspekt. Patjetër. E kuptoj. Domethënë, unë jam shumë falenderues ndaj prindërve të mi. Ke parasysh neve themi, domethënë ta flasim pak në atë gjuhën popullore, prindërit e mi janë bërë copash për të arritur unë këtu jam. Dhe sinqerisht ata kanë pas një ëndër posa ti që ti ishe një këngëtar i suksesshëm? Jam full support nga prindit e mi. Okej, pra ata kanë besuar 100% te fakt, te talenti jote, tek dëshira jote, tek ambicia jote që ti të bëhesh një këngëtar dhe të kanë suportuar gjithmonë. Gjithmonë. Kjo është familja bërthamore e bukur shqiptare në fakt që prindrit kanë sakrifikuar historikisht për fëmijët e tyre. Neve shqiptarët jemi shumë të dhënë mbas familjes. Dhe kjo është mbas e gjë më e bukur që kemi. Nuk ka gjë më e bukur. Është e jashtëzakonshme. Gjithsesi, nuk më intereson asgjë. Kë kishit këngëtar në dasëm? Të betohem për Zotin, nuk më intereson asgjë para atij. Para vllajt. Para familjes shumë. Zero. Nuk dua të di as për. E pse i keni tokat lart në fshat, se po ti kishe 9 ditë vjet parë. Të betohem. As për gjithë 0-0. Edhe unë ashtu jam. Nuk dua t'ia di. Edhe unë sinqerisht ashtu jam. Edhe e kam me të vërtet. Nuk më beson. Ore, po ti më beson mua? Ai zgjedhet të besoj se si intereson thot. E di pse po diskutojmë aty, se ka që parë që duket sikur se kam mirë muhabeti me ty. Jo, se kam më fare, po si mund ta kesh mirë muhabeti me atë. E shkojmë. Jo, unë... kuzuar e përshë. I radhe tavolinës, vdes më përë. E po laboria i bje tavolinës. Ka këtë, të pacha. Të pacha. Mori bleu ko, të iku djegje? Jo, s'bleva fare kohës. Nuk më trëmiq. Ku jemi? Te ke teta, thash. Jo, këtu. Mirë, dakord, të është e shtata. Po, nuk dua që këtë garën ta kaloj kështu kot. Kështu që erdha deri këtu, dua t'ja vlej mundimi, dua që t'ja vlej dhe sakrifica. Okej, po e provoj këtë në mbrapa. Provo gishtin. Gëzuar. Këtë ujë munda... Prit, ke provën. Prova është valeve. E valeve.
Vajze valëve. Kash. E gjeta. U doj. E gjeta. A dhe unë aq do këndoja. Prit më. Duro. Marrin veten. Wow, përvlodhën. E di. Gjëja me gabuar që mund të bësh kur digjesh. Gjëja me gabuar, di kush është? Që nuk moran ata kolegët e mi përpara ti pyesja. Oh shit. Është që të thithësh shpejt ajër, domethënë është për. Unë doja ta mbusha deri këtu gotën, po që ti e kishe Një gotë është një gotë. No. Mund pishik qumësh është dhe i të freskon. Okej. S'ka më gëzuar. Zgjodhi qumshtin. Unë mendova se ishe i fort. Si mo këndoj vajze valje dhe një... Mu thash vajze valje... Ndërkohë këtë mund ta mbushim neve sa kemi gati. Po, bëj gati kërë. Oh. Vëlla që kombani i soti? Shikoj u sa i freskët që është. Të bëj një pyetje? Ke dëgjuar për Shamit? Eluj. Ke dëgjuar për Shamit kështu përgjithsisht? Shamit? Po. Shamit po, sigurisht kam dëgjuar, por në çfarë sensi? Po ke Shamit këtu? Ti u sjell teta nga ato Shamit. Si s'ke sjell Shamit jo? Po, unë ndërkohë mund të haj kështu pa... Ha. Të ndihmon. Faleminderit shumë. E tresh mbrapa të që tash fillim. Nuk duhet flasim para kohe. Kujdes vetëm mos prekësh syt. Jo për gjë po e kam ngërë vetat muhabet. E di? Ka qenë, bashkë kemi qenë apo jon? Harrova dhe... Kemi dhe 3. Edhe 3 kemi po përvlo. Si qesh ai, shikoj si qesh. Unë e madhe. Shiko fytyrë i kënaqur ti. Kemi akull aty? Kemi akull? Akull. Oh. Unë këtë tani duhet aq. Ishe vëlla, unë dua ta heq, unë dua ta heq brekët, seriozisht po. Po këtë ku ta çoj? Këtë kaq shumë. Këtë ku ta çoj? Jo do ta vëm tjetër vëlla, nuk e. Jona hajde të ndihmoj, mos prej asgjë nga këto. Hajde Jona, vetëm shikoj njerëzit kush je. Kamë pse ke frikë dy punësuarje, nuk ka lidhje o burr. Deklaruar janë para. Mendjen hiç zero. Jeni të sigurt që nuk do ta tregoj, do iki pastaj do të tregoj pamjen. Nuk do të dali se kush është. Ja, një sekondë. Dogji, është e vërtetë që Dogji. Mund t'i mbushësh një gotë qumësh aty të bëjmë gëzuar me qumësh. Jo, e marr veten shumë shpejt. Kjo është diferenca ime që kam krijuar një shef e mori veten dhe ky. Sa se dërdhiqesht. Për sa i përket këngës së Lonjata, isha vërtet kurioz të di mendimin tënd. Për sa i përket faktit që edhe pse Vlora është afër detit, është një bukuri e rrallë. Është afër, le të themi, një liri e të supozuar, kupton, edhe pse në komunizëm nuk kishin të drejtën njerëzit dilin, po realisht deti sjell paqe, dashuri, emocion pozitiv, dielli, klima shumë e bukur e Vlorës. Në të njëjtën kohë, kënga e Lonjate mbart shumë dhimbje. Si e shpjegon këtë? Përgjithsisht kënga, domethënë këngët popullore, këngët labe kanë atë efektin. Sepse ndoshta është edhe nga që Shqipëria ka kaluar dhe jugu përgjithsisht. Vuajtje. Ka kaluar shumë trazira, shumë vuajtje dhe mendoj se është një pjesë e nuk mendoj se është një pjesë e suksesit këtyre këngëve që janë kënduar, janë absolutisht këngë vuajtjeje, po janë kënduar në mënyrë më të bukur. Nuk e di realisht pse është përqendruar kjo pjesa. Po se shiko, duhet them këtë që e gjithë Shqipëria nuk e kisha menduar ndonjëherë këtë dhe nuk di ta shpjegoj pse. As unë s'di. Edhe me këtë pyetjen që më Mbase mund ta mendosh edhe më tej për shkakun. Nuk e mendoj, do shkoj të pyes. Kjo është gjë shumë e mirë për shkakun. Unë kam shumë qejf modestin një njeri që thotë nuk e di, pasi duhet ta
të pyet. Mbase askush nuk ka një përgjigje, se mbase edhe Shqipëria e Mesme për shembull, edhe ata kanë vuajtur. Nuk është se Shqipëria e Mesme nuk ka vuajtur, por Shqipëria e Mesme duket si më allegro, më e gëzueshme. Karakteri i Jugut dhe i Labërisë për shembull duket shumë stoik, është shumë i rëndë. Mbase është dhe reflektimi i kulturës, mbase a ka qenë shpëtim mendon kënga popullore i Sopolifonia për shembull, a mendon se ka qenë një i vetmi mekanizëm që njerëzit rëndesat e forta, të thella të vetes tyre t'i shprehin më gjërë dhe t'i shprehin në një lloj forme të pranueshme për të tjerë. Nuk mendoj se ka qenë i vetmi, por ka qenë një nga. Një nga. Po. I vetmi nuk e mendoj. Më duket ai karakteri i Labërisë më duket aq i ashpër, saqë më duket sikur mbase vetmja mënyrë që një lab të nxjerrë vuajtjen e tij për shembull është ndërmjet këngës. Edhe këtu e normalizon. Është një nga. Është një nga. E vetmja nuk e mendoj absolutisht. Mbase e kam krejtësisht gabim. Se di, kush është kënga më e bukur? E di që kjo është pyetja më e vështirë që mund edhe mua po të ma bëj dikush të më thotë kush është kënga më e bukur ose kush është filmi më i bukur, është shumë e vështirë ta përcaktosh. Po kush është për ty kënga që të ka ngacmuar më shumë emocionalisht tek Sopolifonia për shembull? Mase mos ta bëj dramatike, po një këngë që ka shumë këngë. Eshe? Këngë që jo prit, do ta them. Do ta thuash. Po e kam një këngë që është e veçantë. Sinqerisht. Nuk është e thënë se duhet jetë një këngë nga ato që unë këndojave. Jo, absolutisht. Mund të jetë çdo lloj këngë. Është një këngë e fshatit tim, quhet Dimëro për te në shpellë. E ka kënduar fshati im dhe jam i sigurt që të gjithë ata që këndojnë në Sopolifoni më mbështesin për këtë. Është një këngë më të veçanta të Labërisë dhe është këngë që ka fituar çmim. Edhe është e kënduar në mënyrë më perfekte nga i grup. Si quhet kënga edhe një herë? Dimëro për te në shpellë. Dimëro për te në shpellë. Si ka mundësi që unë se kam dëgjuar? O dimëro për te në shpellë moj leshë verdho. E të tjera. Po mund të kishe majtë një çik më valla. Pse na ndërpret kaq shpejt, më është aq e bukur më po të dëgjojmë vesh. Sepse un jam po kjo është e bukura. Okay. Kjo është e bukur se ti po këndon në vështirësi. Do ta kapësh prap. O dimëro për te në. Po do të bëni so. Shpellë moj leshë verdho. Qa do thot laj ty? Duhet mbaj ai ose di afare ku duhet mbaj se më është mëndëri. Qa do thuash ti që duhet cilja çunat që të bëni nisa sot? Mbasi. Para që don. Nuk e mendova mirë. O vëlla çko, e more veten me sa po shoh. Je mirë tani. Jam mirë, 8 balldet, apo? 8 ball. Ore, ti ke bërë këngë për dashurinë, për babain, për nënën, për vajzën, që është shumë e bukur dhe ajo. Për lekët s'ke bërë, po e vogla e babait. Për lekët s'ke bërë kur, vëlla, shumë ma bet me ty. S'ke gjetë ofertën e duhur? Mu ka jeti. Jo mu ka jeti, vëlla, është majute. Duhet futesh në majute dhe në majute gjen oferta me 0% interes. Base mund të bësh një këngë shumë majute. Klasi më brapa. Tani, o vëlla, na bëri shumë keq kjo. Ku ishim ne jonë, tek cila? Tek e fundit, apo? Te teta, jo para kësaj, kush na dogji neve 7-a? Si ka mundësi më vëlla na dogji kaq shumë. Po mirë ty. Shi si e kapi. Hajde një herë me 8-ën. Po prit. Po pse e shumë vëlla? Që e bëra unë? Po jam se dërdi vëlla. Po pse më do kaloj vlonjati para me? Do të më sedër? Do kaloj vlonjati para me. Po un des, që do ishte. Un des se s'ma kalon vlonjat. Mos vdek shkuroro ti. Prit mos ha. What? Atëre ke të drejtën për të pirë qumësh ose ujë, ndërkohë që shikoj si e studion. Prit sa ke vendi më? Jo, kam çuar. Ke vend. Është okay. Ke të drejtën ta përdor, po para se ta qimosh shumë. Okej. Fjala është Jono fillot numërosh vajza.
Vajza është fjala. Vajze valave. Dyher prapë. Vajza në kisha dhe që Valeve. Kapit njëtën kapit e Më vajzë. vjen shumë keq. S'ka problem, vazhdo tjetër. Në rregull, po ta falun tani, çfarë ma falet ti tani po ta falun? Si s'ka pe këngën tënde? Se nuk është vajza. Kënga ime. Si është? Është e vogël e babait. Është e vogël e babait. S'ka gjë, e kape, ke drejtën. Jepi. Jo. Të gjej. Po ta falun tani, që jemi me një se nuk Thëllëz. Thëllëz e gurit të thatë, pse s'dole këtë njën. Gëzuar. E kape. Hajde, na ruaj zoti. E mirë është më mirë. Ka për gati. Na dojgjë shumë e vështë ata. Unë mund të pi vetëm njëra? Pi dyja ti më. Po pi ujnë e bekuar të Perëndis. Na do gjaj shumë ajo sa që jemi mirë. O zot. E kjo e ka çik më Të vonë. duket ty se e ke të përnaçme. Jo, jemi mirë, më them unë, jemi okay. Kush është Me këto djegësit këtu mund të dikim ata pishtarët ne tani më. Tamam. Po, kjo e ka me vonë se di. Kur çka ka mund sot, pse u dorëzova kaq thjesht. Duket se rash mosha. Kam një Pleqëri vjen me kusur. Kam një pyetësor për ty. Prit. Qa ke vëlla? Kulloj. Pikoj. Atë tubon. 2000 lek. Atë tubon e ujtë. O, do gjë. Vjen e vones kjo, e ka këtë, vjen çik më Po, vonë. dhe nuk e di e di. Ti nuk... Jam i surprizuar. E kam një pyetësor shumë interesant për ty. Unë e di. Uj. Uj, bëj gati ujin. Aman mor burr se më plasë Jo, shpirtin. se etun. S'ka se i bëj. Vetë shërbeu. Unë e di që ti e ke shumë të vështirë, Oh, shit. sepse di që ti e para e dashuron gjithë labirin. Ua, s'ka mundësi e. O, s'qeshoret. Ta kthef zotin mallkin e ti. Jo, ka mundësi e, shpërvëlim fare, unë do të flas. O, vlla, e di. Dhe unë duhet të këndoj. E di. E vështirë është. Jo, nuk duhet të këndosh fare tani. Tani unë duhet të artikuloj fjalin që duhet të them. Unë e di që ti dashuron gjitha zonat e Labërisë, e di që dashuron gjithë Shqipërinë. Megjithatë unë do të sfidoj shumë pasër. E di. Do të sfidoj shumë pasër. Jo, nuk e di. Ti e di shumë mirë. Jo, ti e di që unë e di pra. Unë do të sfidoj shumë, sepse çfarë do bëj me ty, është që ti duhet zgjedhësh, edhe pse polifonia në vetvete është bashkimi i vlerave të gjitha krahinave, fshatrave, njerëzve, individëve në Shqipëri, prap do të vendos lojën time të preferuar apo o zoti i madh çam ka bërë. Vetëm mos më fut te kolegët. Vdiqa pëshu. Mos Çfarë? më fut te kolegët. Jo, fare. E dija që do thoshe mos fut te kolegët, si e parashikova. Mos fut te kolegët se i kam shumë xhan që nxjidhen nuk dua të përzgjedh. Po shitje ka. Ka. Ka pra, unë do të fus te krahinat. Loja me preferuar apo është që ti të zgjedhësh njëra nga këto dyja dhe pastaj vjojnë. Sipas teje, krahina sipas teje gjithmonë. Në gjykimin tënd objektiv ose subjektiv, ti e vendos. Krahina që këndon më mirë ose ka më shumë vlerë në polifoni. Shkoja vështirësoj tani. Është te pelena lindje apo kur velesh? Do t'japë shumë shpejt për gjë. Kur velesh, e dha shpejt. Kur velesh apo me maliaj? Kur velesh. Kur velesh apo Mallakasër? Kur velesh. Kur velesh apo Sarand? Kur velesh. Kur velesh apo Delvin? Kur velesh. Flasim gjithmonë për Isë apo Elvenin? Po. Okej. Kur velesh apo Gjirokastër? Kur velesh. Kur velesh me Gjirokastër? Kur velesh. Kur velesh? Isë polifonia. Kur velesh apo Lumi i Vlorës? Lumi i Vlorës. Ama mos ja. E vore Lumin e Vlorës e vlonjat. Lumi i Vlorës. Do ndash shumë njerëz. Lumi i Vlorës Nuk ndaj asnjë, i dua të gjithë. e di. Unë i kam shumë xhan që të gjithë, por Lumi i Vlorës është super kur velesh. Lumi i Vlorës apo Vlora perëndimore? Pra që do thot Kanin, kur Dukat. Lumi i Vlorës.
Lumi i Vlorës mirë. Lumi i Vlorës apo Himar? Këtu përfshim edhe pilurin. Kujdes, që do thuash? Okej, një sekund. Tani do më lini pak. Do të shpjegosh tani. Një do më lini pak. Shikoj, di si puna? Edhe Himara është e Vlorës. Të gjitha edhe Shqipëria e Vlorës është o vlla. Kupton? Po flasim Jore vëlla. Po flasim për këto ndarje të brenda Vlorës, gjithmonë brenda Labërisë, po themi. Nuk e zëm si krahin, po e zëm Në qoftë se do flasim për Isa Polifonin, se është sipas meje. Sipas teje, zotëri. Po, sipas meje. Lumi i Vlorës apo Himara? Më ke futur në një E di kjo është e bukur, prandaj lash. Po, më ke futur në një kështu shumë të vështirë, po. Po ti zgjedh të dyja. Jo, nuk e zgjedh. E di pse? Nuk e zgjedh. Sepse sinqerisht të dyja janë shumë të bukura. Nuk e zgjedh dot. Duhet zgjedhësh njërin. Nuk ta lehtësoj dot këtë. Zgjidh njërin. E di që janë të dyja me shumë vlerë. Të gjitha kanë vlerë. Okej, unë mendoj që ose Lumi i Vlorës ose Himara. Në këtë ti përgjigj. Shiko, fakti që është ka Lumi i Vlorës dhe nuk vendos. Po mirë, po nëse nuk dua ti përgjigjem, çfarë ndodh? Domethënë, çfarë ndodh? Që ta gjende? Ti ke gjithë drejt në botës mos i përgjigjesh. Unë jam thjesht kurioz dhe publiku është kurioz, di çfarë mendon ti objektivisht. Unë e di që nga Lumi i Vlorës, e di që e dashuron. Jo, absolutisht. Neve duhet që Po deri tani ke qenë objektiv. Ne duhet të flasim për të bukur, absolutisht. Ato janë që të dyja shumë të bukura, është një, domethënë në mendjen time, është një fieholl që i ndan. Dhe mundësisht ajo fieholl nuk dallon fare dhe nuk i ndan. Por meqense ti po më thua që kë duhet zgjedh, të paktën në këto vitet e fundit të mia, vitet e kohës time, unë them Lumi i Vlorës. Lumi i Vlorës. Po. Pastaj nëse do të flasim për gjitha kohërat, për historinë të flasim. Për historinë Himara. Mendoj se po. Unë kështu e mendoj. Vajzeva. Janë shumë këngë. Unë i dëgjoj shpesh këngët e vjetra i Mariote. Si ka mundësi ata edhe ta mendosh janë dhe greke? Jo, nuk janë. E di që ishte një lloj shakaje. Mos na fut në politikë tu se. Jo, absolutisht. Do nxjerr bëhesh nevrikat. Të vlonjatit, po. Bëhesh nevrik. Mos më detyro. Jo, absolutisht. Se pish. Ai ishte pjesë e shakas. Jo. Bëra shaka. Ore më fal. Ne paka shumë e zgjodhëm si krahin Himarën, po kush është fshati që ka polifoninë më të mirë? Tek fshatrat, kush mendon se është fshati që ka polifoninë më të mirë? Po vetë për Himar? Jo, flas përgjithsisht gjithë Labërim. Gusmari, po dhe Gusmari, nuk është Bënça dhe Gusmari mbahen, për shembull, janë shumë. Kuçi është i mirë, Piluri, Kanina Ducati, Lapardaja absolutisht, Lapardaja. Edhe Fushbardha këto vite ka fituar çmimet të mëdha në festivalet ndërkombëtare të Isa Polifonisë. Absolutisht. Folklorike, domethënë. Absolutisht. Pra, në të gjitha këto fshatra që edhe është interesante se si ka mundësi që polifoninë e përfaqësojnë jashtëzakonisht mirë, ndryshe nga rrymat e tjera e përfaqësojnë fshatrat, për shembull, komunitete shumë të vogla janë në gjendje që të ndikojnë shumë gjerë. Sepse atje ka lindur. Aty, sigurisht. Është e fshatit. Nuk do thoja Piluri, nuk do thoja dhe Lapardaja. Jo se nuk do thoja sepse nuk është. Por nuk e zgjedh dot. Në momentet caktuara ka qenë. Nuk do thoja sepse janë shumë të tjera. Por gjithsesi grupi i fshatit tim është jo për gjitha. Gëzuar se nuk na dojgjim fare këto. O vllai, nuk e di si aje djegti po sot për vlova. Ej, po bëja shaka. Ja, djeg se janë. Po bëja shaka. Po doni e jeni provojeni. Po kemi akoma. Prit se ke këngën. Tani është ai momenti që edhe një herë para se ta lyesh, fjala është larg. Unë nuk mbarova. Prit, fjalën më thuaj, ma pyet prapë pastaj. Fjala është larg. Fjala ti jep nëse ikëm larg. Unë do të them tekstin dhe do këndoj këngën. Unë e thash, të thash tekstin dhe lotet lumës se çmëranë, i ka për nënë e babanë, i ka për motrën dhe vllanë, kalova detin më tanë, erdha prap në tokën time,
Erdha se më ka marrë malli, aty ku kam shumë kujtime, ku jetën në ma fali. Po jep një duar trokitje mos se keme. Faleminderit shumë. Shumë e bukur. Tani po thoja këtë pjesën që ky është ai momenti që kur do vesh që të marrësh atë djegsen aty të shkon dora me slow motion. Mos të duket e lehtë. Është shumë e vështirë, më e vështirë nga që mendoni. Edhe kjo është shumë e trash. Kjo djegsja. Pse I keni bërë kaq shumë? Ha? Ola çfarë do bësh? Nuk e di. Ka vajt energjia elektrike do me thënë nuk na del me. Do ta pagojmë bashkë. Do ta pagojmë bashkë. Gëzuar. Hajde bëf mirë. E ti je shumë ti ndërmjet muzikës, po e ke merituar tërësisht. E ka merituar. Që 100%. A këndove pra, bëri gjithë atë performancë. Ore, mos qesh mos ta kërcas me këpucë. Qa ka? No. Jo, dojq, djek. Ti je shumë, ndërmjet muzikës ti je shumë... Pësi doli uvoja. Po ti nuk e lueve mirë. Kemi nxjerr Luanin nga kopshti zoologjik. Ti më gënjeve. Unë të gënjeve. Po, unë të gënjeve. Si po, nuk e provoj fare më duket. Për zoti, hapni, do ta shkosh. Dhe shka. Jo, se bëj shaka. Së bet fjalla provoj pra. No, nuk të lëun. Nuk duhet. E di që e se dërli. Shit. Oh. O, varu kapu, si s'kam përbëruar dhe mua sot kështu e. Oh. No. Mas me lejo ta së gjerë klip, ma e. O, vla, diqa. Jo, nuk dua. Jo, e pa mundur. Djek shumë. Ora, ti nërmjet muzikës je shumë afër njerëzve. Ora, më bëjt pyetje mua ti tajnë qarë. Po mund të dalë të bëj një gjiro rreth. Bëj. E se kështë menduar njerë që mund ndiqte kaq shumë, Të betohem jo. Ja që djek. Për vëllova. Jo më po këtë. Këto ishin shaka. Do me thëna e fundit është tritol, Nuk kam fjallë. Nuk kam fjallë, kam veç notë. Jo, për vëllon. Ore, me që se kemi... me që se kemi tradit. Na thuaj personet, që mos ta bëjmë serioze bisedën se po na përvëllon dyve. Do me thënë, ty nuk të duket serioze gjendja. Ty duket... Nuk duket serioze gjendja, pra ne të. Ashtu të. Se mua nuk më duket qesharak. Jo, që mos ta bëjmë serioze bisedën. Alarm. O, do mbi, do me thënë. Gëzuar. Gëzuar. Qa që më qishin? Nuk e kemi sponsor akoma. Që më shati. Në fakt ashtu është. Ku e lam? Barceleta. Ku e lam? Te Barceleta. Nuk kam në njatë që nuk di Unë Barceleta. nuk do të them një Barcelet pikante, do të them një Barcelet shukot. Okej. Se pikante e kemi këtu plot. U dëndë me pikante sa. Për vëllu. Ha? E po, realisht i e mban. E mban. E mban se njeri që dhe që nuk i ha. Po... Si ke qenë? Barceleta. Çka po. U vëlla nuk mundet. E lëm Barceleta për një ditë tjetër. Shiko, kjo është dora e re, salsa që në ka ardhë. Te mua e gjete? Të ra rast, mund të kisha ardhë në verë, mund të kisha provuar dorën e parë. Jo, në verë, no. E di, po me sa po vërtetoj dhe me thënë janë qik më djekse se të kaluarat. Mund të mje I pari që po provon dorën më djekse të flak fare. Në më mje I pari. Po dërgojmë si qertë, edhe unë që po I provoj janë realisht shumë djekse. Si bëhet atë? Barcelotë do të tregosh. Do ta tregoj. Do ta tregosh, okay. Ishte
po bisedonte Zoti me ata që kishte rreth rrotull vetes. Edhe i thotë që sot do zbres në tokë, edhe do kap 3 njerëz të parë, edhe do t'i kërkoj qa po bëjnë ata, të më japin të bëj dhe unë, të njëjtën gjë. E qartë. Po ma dhanë, ose qa po anë, të ma japin, po ma dhanë, Okej. do të plotësoj një dëshirë të madhe. Okej. Vetë tek i pari i thot, do më jap çik buk, i thot. Patjetër u vesh si një fukara, si një qartë, po. I demaskuar, po. I demaskuar, po. Do më jap çik buk, i thot, e gjën duke ngrënë buk, kështu sallat qëra shë. E ish dukon dhe i thot ai qëro, largoj që këtu, i thot. Iku ky e humbi mundsinë. Vetë tek i dyti, po ande ëmbëlsira. Qa po a, i thot? Ëmbëlsiri, thot. Do më jap çik mua? Jo, i thot, ai nuk t'i japi, thot. I largoj që këtu, i thot. E humbi dhe kjo. Okej, humbi. Vetë tek i treti. Po pinta ashash i treti. Qa po pi, i thot? Po pi cigari, thot, po ik nuk ja tregon. Do më jap shta provoj çik. Po ik se s'është cigar për ty, thot, po ik. Po mirë, në ma ta provoj njëri, thot. Insistoj. Po ik, i tha se nuk është cigar për ty, tha, më besoj, tha. Ja, në ma ta provoj, na provoj, tha. E provoj ndonjë 2 minuta, ky i tha, unë jam Zoti, i tha. Të thashë budallaj si për ty, i tha. Të gjithë janë bërë Zotin në një moment. E të ishte një bukur, ishte njëri Sorkadhja, edhe po vraponte në pyll, edhe shikon dhelprën, që ishte bërë gati të ndiste një cigare ashash. E ke dëgjuar apo jo? Ishte bukur. Edhe i thot Sorkadhja, qa bën, i thot? Si mund të pish ashash, i thot, mes pyllit, mes arit pasër, hajde vrapojmë gjithë bashkë, i thot, natyrë, këshme. Po që ke drejt, thot, edhe e heth ashash. Ecin qik më tutje, shikon ujkun, po bëj gati, kështë shtruar një vizë. A fani, qa bën ti ujk, i thot, ujk, ti, njerë, që të pish ti kokain, i thot, ti gjithë kjo kafsh, i thot, hajde vrapojmë në ajër të pasër, e kështu mëra. Shkojnë të kafsha tjetër, shkojnë në fund të Luani. I kishte bindë gjithë, por vraponin gjithë në pyll. E thot Luani, po ti Luani, thot, mbreti kafshve, ti do pesh heroin, i thot, nuk të vjen turp, në vend të tjera për shembull, hajde vrapojmë gjithë në pyll. Po ik më në lere hati dhe se sa herë merë ti ekstazi, tha do ndjek ty nga mbrapa, kupton? Ne e përmendëm në fillim fare të emisionit, që se të kujtojtë se mbase pas këtyre eksperienciave është pak kujtimi largët, e lam që ti ke pas shumë këngë suksesshme, sidomos edhe në profilin tënd në YouTube, janë me miliona klikime. Cila është ambicia tani? Pasi ke bërë 8, 9, 10 milion klikime për shembull, çfarë presim prej teje? Ndonjë këngë të re, për shembull? Sigurisht. Çfarë? 2, 3, 5. Shumë. Por për momentin tani kemi një gati. Por mendoj se duhet të jetë surprizë derisa të dalë. Ka një këngë gati që nuk na e thuhet dot. Është duke u pjekur. Dakor? Është gati, thjesht po presim vetëm videoklipin. Jeni duke bërë videoklipin? Po. Mirë. Nuk po, mund të bësh një teaser, një ngacmim për shkakun çfarë mund të jetë? No. Mos e bëj. Do dali, gjithsesi. Po patjetër që do dali, por më mendoj se jo. Okej. Kështu që më njësë surprizë. Ke mundësinë e fundit atëherë me qenë se s'më shumë? Po ka ndonjë mundësi kështu për shembull, nëse unë fitoj, mos ta ashtu të fundit mos ta përdor. S'ka fare, faleminderit shumë, ishte shumë i qartë. Jo, nuk është. Domethënë ti mund të hysh tek lista e dështuar, vetëm njëri është. Vlonjat që të hyj aty është gjuna. Atëherë më thuaj një këngë, ke 5 sekonda kohë me fjalën nën. E në moj gëzim me lot, pa ty bota është e kot. Ti e nëne, ti e zot, të paqim për jetë e mot. Perëndit për para nënës, bien të gjitha në gjunjë. Të kemi pikën e zemrës, të dua me na do shumë. E në moj gëzim e lot, pa ty bota është e kot. Të kam nëne, të kam zot, të paqa për jetë e mot. Faleminderit. Kjo është kënga ime që unë kam bërë për nënën që ti se kështë dëgjuar. Më vjen shumë keq se kam dëgjuar. Dhe
para se di që do digjemi dhe nuk do kesh mundësi të më përgjigjesh, a është në gjendje... Para pregatit. Qofse ti ke nevojë për paralajmërim pas këtyre që kemi heqë, domethënë. Nuk kam nevojë. A është në gjendje, është pyetja, që një bir ta kuptojë nënën e tij? Jo. Kur? Asnjëherë. Asnjëherë. Logjika jo. Jo. Ka që ishte përgjigja, miq. Edhe ishte shumë e bukur. S'është në gjendje, edhe unë ashtu mendoj. E sinqerisht filloj të merret më të. Nga kush? Po jo, më burë se s'pëson gjë, burë. Atë se dim. Po mirë. Dështotve. Qofse pëson diçka, do të nxjerrim YouTube, dhe të super. Nuk e ke dem. Do me thënë... Do të shesim dhe me titull tipit këngëtari ndron jetë, ose është... Do hapim një GoFundMe. Prit, ama mas bëj ashtu. Po ju pse shikoni, se mora... Ta afroj që të vetja? Afroj. Ba. Më shikoj shumë. Shkoj qapi më vdes për bisedë. Nuk është më djegësi sa ajo që hëngë. Jo, është djegësi është. Nuk është më djegësi sa ajo që hëngë. Do ta provoj pak. Po bezi burrat, unë e peu për vlova. Më shumë se kaq? Jo, më shumë se aq jo. Ba. Me vërtet e ke? E ke me të vërtet? Ku e la muhabetin? E ku la muhabetin tani? E këm përpjetishim. A ke vërtet që duhet akte? Duhet akte njerëz? E, shkoni njerëz, këto janë salsat e reja. Edhe janë qik më djekse, e të vërtetën edhe mua po më përvëllojnë. Janë qik më djekse, problemi është që unë i bje që fitoj 2 fish, Po, ti i bje ti esh kampioni i gjithë flakfarës, da. Nuk ka pas salsa më djekse në flakfarë, realisht po ta them. Sinqerisht për gjithë publikun. Hajde shkojmë që se do vino njëri pas te që ta qo deri në fund, po se besoj. Me vërtet? Po, sinqerisht. Zo, qa po pi edhe të pijapësh? O zotë. Shurbi u e pi tani. Edhe djetë e ftohtë, Po, na përvëlloj, jo. Sinqerisht, nga nuk e bëjmë këtë punë, vëlla. Nuk e di sa duhet të më paguajnë më shumë sponsorat. Kodigo, të gjithë jo, jep në lek. Nuk e di. Nga që unë nuk i haj djekset fare dhe... Nuk i haj djekset fare, vërtet? Fare. Va, je shumë tolerant. Je shumë tolerant, atë psikisht. Po gjithsesi, çudia më e madhe 10 minuta zgjat. Po. Edhe Dhe ka një shije shumë të shpipur, nuk është se... Të shpipur e ka. Ha, më përvëlloj. Ja, da që këta. Mos më pranon më këtë. Më bënoj pyetje. Po, si s'më pyeti njëherë një iftuar, ove, thot. E një ty, më pyeti në fillim të si e. Kjo ta jem mbas 7 minutash? Çudia më e madhe thash unë zgjat 10 minuta. Po mbas minutit 10. Vlla, do ta shikosh gjatë rrugës. O, zotë. Ua. Po, gjithsesi ja dola. Allah, jemi një duart rokiti. Nuk e di, mora më shumë se duhet. Jo, mora dhe unë. Ja doli më mirë me këtë, me atë pare ja... Ajo ishte më fort. Është më fort. Na përvëlloj ai shumë ajo e para se që jo për zotin, ose ndoshta edhe u mësua, mësua. Ja pra, nga përvëlloj ai shumë ajo e para se që si është plani tani? Tani plani është që të qetësojmë 10 minuta. Si është plani tani? Cila është ambicia jote? Si do të mbahesh mend në fund karrierës tënde? Bëj shumë pyetje të vështira në këto momente. Prit sekondolla. 2+2? Prit sekondolla. Ore vlla, unë kam frikë të vim Vlorë, që për shumë të them do vjen Vlorë vizit për shumë edhe të mprezësh ti palet. Ti do më japi qumësh me peshk, me elmoj. Do të jap shumë shbletën. Aman sa i mirë është me këto
Shumë hajqin mendjen vlonjatës. Do t'jap mjalt bio. Dallandysh e keni Do qumësh? t'jap mjalt bio. Ke dhe bën mjalt më? Ke njerëz? Kam dajon. Ke dajon që bën mjalt? Po. Në fakt isha interesuar për qumësh dallandysh e keni? O vlla po. Ke pirë më shumë ujë se slon me guarnicion të qarë, vlla. Me testat. Testat. Testament vajda ato. Pa zemra. Kush është plani tani? Do nxjerrësh këngë, do vazhdosh në këtë ritëm? Tani plani është që të mbaroj videoklipin e këngës së re. Aha. Edhe më mbrapa me kismet zoti thëmë. Tu si tu du? Këtu. Tu si tu du? Tani e kuptova. Nuk e faj. Këtu si tu duk. Jo, tu si tu du. Ja. Tani, e fundit fare, pyetja që i bësh do të thuari, a ka diçka që doje ta thuani në këtë emision që nuk të pyeta? Se di. Bu. Pra s'ka diçka. Po pra, po në lidhje me çfarë? Atë di ti? Valla. Më është bërë i gjithë pjesa e brendshme e stomak dhe bark. Edhe mua. Si ajo loja me labirinte e Super Marios, që në fund është dragoj për shumë në zjarë, është merë. Jo, kush mendon nga audienca që mund ta përballoj, le të vi, meqense bën kështu se ka shumë, se ishte edhe një çun thash që bënte kështu si ishte nga Kosova edhe akoma ramet past. Ka shumë që pretendojnë që unë djegësit i ha kështu me radhë, kur çdo që ka thënë unë i ha djegësit dhe këto i mbajt, gjithë kanë ikë me lot. Duhet kuptoni një gjë. Nga këtu deri këtu mos o zot. Jo. Edhe unë që e bëj çdo javë. Prandaj bëni follow dhe subscribe në të gjitha kanalet tona sepse meritoj. Edhe mua. Nuk absolutisht edhe ka erdhi e provoj. Pra nuk është se kishte diçka që unë nuk të pyeta. Apo jo? Kush është kënga e preferuar nga të tuat? Edhe do na këndosh për ta mbyllur si zotëri. Kënga ime e preferuar nga të mijat. E vogla ime. Përgjithsisht këngëtarët nuk kanë ai këngë preferuar nga këngë të tyre. O zoti i madh. Po këngët janë si gishtat e dorës, kupton? E thon shpesh artistët atë gjë. Po kush është gishti tregus, kush e vogla ime? E vogla babait. E vogla babait. Na këndoj çik tani, fundit se jam dhe unë me një gocë. Dhe përshëndesim gjithë baballarët e vajzave. Edhe të gjitha gocat e vogla. Të gjitha gocat e vogla. Man, mora se na afron ditëlindja tani. E vogle babait, moje për këdhelur, me syrin e zi, moj me flokët derdhur. E vogle babait, moje për këdhelur, me syrin e zi, moj me flokët derdhur. Mund t'i them që të do babi shumë. Po, ashtu skutohet. Ta kesh me jetë. Faleminderit shumë. Të do babi shumë dhe të ka babi bot. Sepse unë kur e pyes çat ka babi jam thot bot. Do, pjesë fare. Kushdo që ka një vajzë e di shumë mirë këtë ndjesi. Zemra ime vogël. I përshëndesim gjithë baballarët, gjitha vajzat e vogla, gjitha nënat, gjithë që na ndjekin. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu. Të komplimentoj për faktin që e çove deri në fund dhe po ta them sinqerisht që këto ishin salsat sepse janë dora e re salsave dhe kemi kërkuar sepse çfarë ndodh, po e them për gjithë publikun, është që ne kemi shkuar sipas formatit origjinal, shqiptarët janë shumë tolerantë se amerikanët kur vjen puna tek tolerimi i salsave, kështu që ne kemi shkuar një grad sipër atij formati që ju shikoni nëpër YouTube që është shumë i famshëm. Dhe kjo është maksimumi që mund të provosh, nuk ka më shumë se kaq. Për njëri që nuk ja salsat është jashtëzakonisht e rrallë, e hëngre si vlonjata, domethënë hëngre me sedër që e çove deri në fund, sepse për sa kohë dogji shumë, mua do thotë që kjo një njerëz që nuk i ha, vërtet i djeg shumë. Kështu që për tek komplimenteve për sa i përket sfidës, unë të komplimentoj për çfarë ke prodhuar deri tani, të uroj shumë suksese në gjithçka do bësh në të ardhmen. Faleminderit shumë. Unë jam ndjekës joti dhe do të ndjek vazhdimisht. Dhe mund të flasur? Absolutisht. Absolutisht mund të flasësh. Sinqerisht falenderoj shumë për ftesën, ishte vërtet shumë kënaqësi. Është një mbi të gjitha është një argëtim
që ua këshilloj të gjithë kolegëve të mi që nuk do ta humbasin, është një gjë shumë e bukur, një sfidë. Mendoj se është sfidë me veten. Është sfidë, është sfidë me veten. Kështu që janë të gjithë erudi. E meriton, ka bërë një gjë shumë të bukur. Ka bërë një arritje shumë të madhe, kështu që e gjithë Ortokitja tani duhet të shkoj vetëm për ty, siç do Ortokitja. Nuk e di bën me turp. Duhet falenderoj gjithashtu juve që na ndiqni dhe sponsorat të cilët ndodhen gjithmonë pranë nesh. Go Plus, mos harroni lojën Go Plus, gëzuar dhe me Go Plus, më ka ndihmuar sot realisht me këto salsa të reja ishte tmerr. Codigo Tequila, sallamet tona që vinë me produkte të mrekullueshme, gjitha shijet, gjitha llojet e sallameve, prosciutave etj. Me radhë, Majuten, e cila vjen me oferta fantastike, 0% interes, mjafton futuni në aplikacionin Majute dhe keni për zbuluar që, ja, e shef, është i pari Joni, është i pari që është pjesë e Majute dhe Argjendari Donaldo, që kujdeset gjithmonë për dhuratën e të ftuarve të mi, kjo është për ty absolutisht. Faleminderit. Është kënaqësi nga Argjendari Donaldo. Mund të hapësh, mund ta shikosh për shkakun. Patjetër, kurioz. Mos duket sikur është bosh. Wow. Ne, po, është me gogë lari dhe me kështu. Nuk jam, është handmade ajo gjë, po. Është shumë e bukur. Nuk e di a i mbani ke qef këto gjëra. Patjetër. Okej, shumë mirë. Faleminderit shumë. Atëherë vjen shumë mirë që të pëlqeu. Miq, faleminderit gjithë juve që na ndiqni, mos harroni na bëni follow, subscribe e të gjitha i dini me radhë, sepse na ndihmoni që të vazhdojmë të prodhojmë kontent deri në puntatën e radhës. Kalofshi sa më bukur. Paçim.